Sinjalizimin për të nisur ballafaqimin në Fadil Vokri. Ndeshje jashtëzakonisht e vlefshme për Prishtinën, por edhe për Gjilanin. Nis drita, vjen pishkëllima nga gjyqtari nga Podojeva Bardajeti. Avancon aty Bilali, jo mirë, Raci tani, Kqiku edhe njerë tjetër, nga një pozitë e vështirë, 1-0 Gjilani, minuta 11, Edison Kqiku arrin të shënoj, ishte edhe një devijim aty nga Ardian Limani. Natyrisht goli gjithi dedikohet Oltion Bilalit nga kapiteni Edison Kqiku. 1-0 e përsi e hershme. Kimi lartë është goditja me kokë, 2-0 Gjilani, minuta 48, por pozicion jashtëloje, thot Ancori, goli nuk vlen. Pozicion e dyshim të shojmë. Kjo është e goditja e sak nga Agan Spahic. Shojmë këtu, definitivisht goli nuk vlen, anulot. Galapeni dhe Krasniqi. Pasimi në krahun e djathtë, Limani goditja Gnapi, 1-1, barazon Prishtina. Kontakti i parë me topen pothuajse nga Aksel Gnapi, i cili e ndoqi shumë mirë. Ishte mëse i qelluar pasi zëvendësuesja arriti të shënoj. Thaçi Samir, mundësia këtu, goditja. Intervenon Kolaj, Kushtrim Shabani, sa po inkuadruar në lojë. Pati mundësi të rikthej Gjilani në e përsiv. Nërkimi i lartë, drejt Jarovic, goditja. Senad Jarovic, bomberi i Gjilanit, arrin të shënoj një gol teje të rëndësishëm. Minuta 81, edhe një herë tjetër Gjilani në avantazh. Shillova në krah Limani tani. Limani, mundësi Ahmeti. Ahmeti, aksioni është i gjatë, goditja devijohet, mundësi, Tollovi para portierit, Galapeni jashtë. Çfarë rasti ishte ky që të parazoi Prishtina në minutën e 91 për Gjilanin. Kaq mjafton, thot Bardajeti, 3 pikë për skifterat që shkojnë në kuotën e 49 pikëve, pozita e 4.